13.000 euro gjob nëse flet për tema që nuk i ke studiu. Të mbyllet llogaria edhe 5 pare nuk i japin nëse e bojnë këtë. Qeveria kineze ka vendosur me ndal hovin ekspertëve të gjithë shkafit. Sipas rregullave të reja të qeverisë kineze, nëse don me fol për mjekësi, ligj, financa, arsim ose shëndetësi, duhesh me pas diplomë zyrtare. Çfarë po du me thonë me këtë sen? Krejt influencerët edhe content creators kanë me pas rregulla të reja për kontentet që i krijojnë e që i postojnë në rrjetet sociale të tyre. E platforma të tilla si Douyin ose versioni kinez i TikTokut dhe Weibo do të jenë përgjegjëse për verifikimin e kredencialeve të përdoruesve. E kush e rran sistemin ka dhe gjoba. Ata kanë me u gjobit deri në 13.000 euro. E të më salon anash që kanë me jamshel edhe llogarit e tyre. E qëllimi i kësaj është për me ndal dezinformimi online edhe për me u përmirësu krejt çdo kontentet që postohen në rrjetet sociale. E mos harrojmë që ka pas debate rreth kësaj që ka vendosur qeveria kineze për arsye se kanë thënë që po ja ndalin lirinë e shprehjes. E thash imagjinoje një rregull të tillë me pas në Kosovë. Gjysa e influencerëve kishin me met pa content. S'kish me pas mo as një influencer të shëndetësisë, as me thonë përdore qit krem se është i mirë për fytyrë, as përdore qit çaj se të psohesh lehtë, ose dhe vitamina për me shtu pesh. Bile as financiar që të kallzon se qysh me i kursy 5 euro në jo. E mos harrojna që janë bo dhe ase doktora virtual që të kallzojnë se çka me pi kur je i stresum. Nashta po ju bjam pak si me jo shajt, po për një me i një bo shumë. Kështu që përfundimi po del që në ki nuk mundesh me kon influencer nëse s'ki diplom. Atë nat mjafton me pas vet besim edhe ti je influencer. E tash unë po du me dit, a kishit dashur edhe ju me pas një rregull të tillë në Kosovë që mos me pas influencera pa diploma. Sidomos për çdo tema që janë pak pa ndjeshme, mjekësi, ligj, financa, arsim edhe shëndetësi.